Lufta në Ukrainë mund të shkaktojë ndryshime në sistemin financiar global, deklaron Fondi Monetar Ndërkombëtar. Sanksionet e forta financiare të vendosura ndaj Rusisë pas pushtimit të Ukrainës kërcënojnë të zbejnë gradualisht dominimin e dollarit amerikan dhe të rezultojnë në një sistem monetar ndërkombëtar më të fragmentuar. Gita Gopinac, zëvendësdrejtoresha e FMN-s, tha se masa gjithëpërfshirëse të vendosura nga vendet perëndimore pas pushtimit të Rusisë, duke përfshirë kufizimet në Bankën Qendrore, shtyn disa vende të rinegociojnë monedën me të cilën paguajnë për tregtinë. Rusia prej vitesh ka kërkuar të reduktojë varësinë nga dollari nëpërmjet një fushate të përshpejtuar, pasi Shtetet e Bashkuara vendosën sanksione pas aneksimit të Krimes në vitin 2014. Megjithatë, Rusia kishte afërsisht një të pestë në rezervave të saj valutore më aktive të shprehura në dollar para pak pushtimit, me një pjesë të dukshme të mbajtura jashtë shtetit në Gjermani, Francë, Mbretërinë e Bashkuar dhe Japoni. Sipas zëvendësdrejtoreshës së FMN-s, përdorimi më i madh i monedhave të tjera në tregtinë globale do të çonte në diversifikimin e mëtejshëm të aktiveve rezerv të mbajtura në bankat qendrore kombëtare. Dominimi i dollarit i mbështetur nga institucione të forta, tregje të thella dhe fakti që ai është lirisht i konvertueshëm nuk ka gjasa të sfidohet në afat të mesëm, por vuri në dukje se pjesa e dollarit në rezervat ndërkombëtare kishte rënë nga 70% në 60% në 2 dekadat e fundit me shfaqjen e monedhave të tjera tregtare.